Një shtetas 46 vjeçar është arrestuar nga policia në aksin Shkodër-Muriqan. Ky shtetas është kapur me një sasi malli kontraband, pasi uniformat blu kanë intensifikuar kontrollet në të gjitha pikat e kalimit kufitar, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare. Bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për kontraband mallrash, shërbimet e policisë Shkodër kanë ndaluar në aksin rrugor Shkodër-Muriqan automjetin me drejtues shtetasin Fatbart Lishi, i cili me automjetin e tij po transportonte mallra kontraband në sasi 352 kuti ose 8448 kanaçe pije freskuese. Ndërkohë në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedime për veprën penale shpërdorimit të detyrës për dy shtetas, 32 vjeç dhe 53 vjeç, të dy me detyrë kontrollor në doganën e Muriqanit. Mallrat dhe automjeti u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, njofton Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër.